Përshëndetje. Këtu do të flas pak për njeriun e parë në tokë. Në formën që ne e njohim, fjalë në formën në trupit që ne e njohim. Si ndodhi, nga erdhi, nga se, si qysh tek e gjitha këto. Por më konkretisht për këtë do t'ju flas në një video tjetër që do e bëj me më shumë të detajuar që ta kuptojnë sa më shumë tjetë e mundur dhe pastaj të përpunojnë të ashtu gjykojnë vetë. Megjithatë, kjo nuk ka një për propagandë këtë ende, shumë kush mund të thotë nga e di ti. Unë do them vetëm këtë. Nuk ka rëndësi nga dikush e di diçka, rëndësi ka që e di dhe e shpërndan me të tjerët. Sipas të paktën të valave të antenave që kap dhe perceptoj unë. Dhe secili pastaj ka valet e antenat e veta që i kapi përthith dhe i përpunon dhe pastaj i shpjegon me anë të fjalëve. Atëherë, njeriu i parë në një farë mënyrë është quajtur Limuria. Raca në fjallë atëhershme, Limuria. Që ishte konkretizuar tamam me trup, kështu si neve, që ne njohim. Mirë po, nuk ka jetuar, kështu si që tojmë ne sot. Edhe toka ka qenë në një gjendje tjetër atëherë. Po për këtë do flas çik më tepër. Dhe mbas Limurias ka pas vazhdimsi, ka qenë ata për të cilën flitën në Atlanti. Limuria ka qenë shumë përpara Atlantit, në fjalë, po është vazhdimsi e tyre. Edhe këtu në fjalë, hedhja nga në fjalë mënyra e të jetuarit që kanë patur ashtu quhet, me që quheshin Limuria, para arsit tanë, themi, ndryshuan, fjalë, filloi ndryshuar mënyrat e jetuarit edhe pastaj ashtu Atlanti, fjalë që flitet edhe në për nuk ka menduar ne nga ato, kështu them drejtë, se kam bërë dhe libra më duket për këto këtë ende, por edhe shumë njerëz flasin në për zajtet të ndryshme për Atlantin, që disa thonë që u shkatërrua ose shkatërroi veten ose u përmbyt, ka shumë teorira gjëra të tilla. Mirë po, fjalë Atlanti ishte me të vërtet shumë i përparuar me anë teknologjike që me fjalë ne nuk mund ta konceptojmë tash fjalë në gjendjen që jemi ne sot, nuk mund ta konceptojmë fjalë që ashtu. Megjithse në kohët e sotme, që ka dhe shumë kohë bilemi, neve ato teknologji kemi. Por nuk janë për masën. Ato janë për qëllime tjera. Masa nuk duhet të di nga këto gjëra. Po lërë, mos hidhem në këtë temë tashti. Siç po thoja. Dhe përse është e rëndësishme, fjalë që kush do t'ja di tash çfarë ishte, fjalë është histori në një farë mënyrë. Po është shumë e rëndësishme sepse në këtë kohë që jemi tash, fjalë që ka filluar kjo epokë e re, ka filluar me të vërtet, ka kohë me që ka filluar, po tash po avancon shumë më shpejt, edhe koha lëviz ndryshe, dhe besoj shumë nga ju e keni kuptuar dhe perceptuar që koha nuk ikën më si përpara, ikën si është komplet ndryshe, o më shpejt ose shumë ose ndalim kohë, sikur nuk ekziston, ka momente, po t'i vini që krejmë fjalë në përditësim tuaj, do t'i vini rejmë fjalë, ose që gjëra që pavarësisht se ti nuk ke pas parë përpara ose nuk i ke pas dëgjuar, nuk i ke përjetuar atë ne, mirë po janë të logjikshme gjëra që përpara ishin të palogjikshme. Dhe flas për para 4-5 vjetësh.
pastaj secili avancon ndryshe. Kjo do të jetë tema e një viti që do mundojmë ta besojmë të detajuar. Besoj se dhe nga java tjetër, nga fundi i javës që vjen, do ta bëj një pas edhe më shpejt. Ju uroj një ditë të mbar, kalofshi sa më mirë.